Ja ta mbyll me 2 pasazhe shpejta, edhe pastaj kam një sfidë për ty në fund. Në fakt 2 sfida. Është vetëm për trima dhe trimreshat sfida në fund, kështu që qëndroni sjuar. Ja ta mbyll me këto 2 pasazhe. E para është shumë i njohur, është shumimi i bukëve. Krishti ushqeu 5.000 burra me 5 buke e 2 pesh. Luka 9:16 thotë kështu. Vetëm një varg do lexojmë. Atëherë ai, Jezusi, i mori 5 bukët dhe 2 peshit dhe pasi ngriti syt nga qielli, ç'a bëri? I bekoi, i ndau, i theu, dhe a dha dishepët vet që t'ia shpërndanin turmës. Kush e di vazhdimin e historisë? Ushqyen 5.000 burra pa llogarit gratë dhe fëmijët. 2 parime ka këtu. Së pari, nëse do që gjëja të shumohet pasi është bekuar. Krishti e mori edhe e bekoi. Edhe di çanot është kur Hebrejve kapitulli 7. Bëu kurioz dhe lexohet e shtëpia. Krishti si kryeprifti jon e di kur e bekon ofertën ton, pasi e kemi dhënë. Kur ti jep të 10-ën, Krishti e bekon. Edhe e di kur bekohet, pasi ti e jep. Krishti e bekon atë gjë. Edhe e dyta, shumohet pasi e ke dhënë. Të kthehet, shumohet pasi e ke dhënë. Krishti nuk tha, hajde bëjmë kapicë një herë, shumo, bëhet një kapicë e madhe, pastaj filloj me japim. Jo, filloj duke ndërkohë që thyej ndaj, ndërkohë që jepej, shumohej edhe ushqyen shumë njerëz. Pasazhi i fundit është mbreti Solomon. Mbreti Solomon ka një histori kështu amazing fare, shumë papame. Kur u zgjosi mbret, atë natë, se në ditën bëri gjë tjetër, natën bëri gjë tjetër. Natën ja futi gjumit. Në njëra thotë ç'a bëri natë. Kujtë ç'a bëri natë, po atë natë fjeti. Ndërkohë që fjeti pa një ëndër. Hajde shohim ëndrën. Një mbretërve kapitulli 3 vargu 5. Dhe ëndra ishte e tillë në Gabaon, aty ku ishte. Zoti doli në ëndër natën Salomonit, edhe Perëndia i tha: kush e do këtë pjesën? Imagjino të dali Zoti në ëndër sonte, edhe thot: hape gojën, Joel, qa dush la? Do më bo kryetar bishkem vendër Beliet? Qa do? Hape gojën, kërko qa dush? Ashtu thuhet, kërko ç'të dush dhe unë do ta jap. Kush e di vazhdim në historisë? Solomoni kërkoi atë që deshi, Zoti më jep urtësi, njohuri për drejtuar këtë popull të madh, edhe Zoti i dha urtësi, njohuri, edhe i dha të gjitha tjerat. Edhe është njeriu më i mençur, më i urtë, edhe shumë gjëra. Edhe ne këtë pjesë dim. Por pritin çik. Ndodhi diçka ditën, pastaj ndodhi kjo gjë natën. Edhe di ç'a ndodhi ditën? Vargu 4. Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flijime, sepse ky ishte vendi më i lartë i rëndësishëm. Dhe mbi këtë altar, Solomoni ofroi një pul të ngordhur që e bleu me ulje të pazarit i ri, edhe bleu 2 pluma që njëri kishte krahun e thym, njëri ishte me i kom, edhe me zi, qa thuhet? 1.000 holokauste. 1.000 bema, viça, theri në pranitë e Perëndisë. Edhe di ç'a bëhen në raste të tilla, normalisht therej një dem edhe një plumb ose turtull. Zakonisht kur zgjidhej mbreti, theri një gjysej. Nga njëshi, ç'a bëri Solomoni? Ishte shumë bujar në praninë e Perëndisë. Ne kemi qef të na ndodhi e dyta, edhe të na thotë Perëndia, hape gojën, kërko ç'a dush dhe unë do ta jap. Për puna është se Zoti shpesh ç'a kërkon? Një hap besimi. Në rastin e Solomonit, ai e tregoi. Solomoni ishte i gatshëm, çdo gjë që ka mund, është e Perëndisë. Dhe asnjëherë në histori nuk ka ndodhur që dikush të ofronte 1.000 holokauste në pranitë të Perëndisë, një bollok i madh. Edhe e vërteta është çado që bëjmë për Perëndinë, ai nuk na ngelet borxh. Në rastin e Solomonit, nuk i ngeli borxh. Zoti e bekoi. Në kohën e Solomonit, argjendi, sermi, e di si ishte, sa lek ishte? Ishte si gurët e rrugës. Ato plaka, ato gurë që shef rrugës ti? Në kohën e Solomonit ishin për serme, për argjendit bardh. Aq shumë bollok edhe aq shumë pasuri.